meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të mira që i takojnë atij. Përshëndetje mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam dhe dëshmojmë me kënaqësi të madhe dhe një zërin këtë xhuma që i madhi Zot është një dhe një i vetëm. Dhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte profeti i tij. Vëllezër dhe motra të nderuara, ju begatoft i madhi Zot me çdo të mirë në këto pak minuta. Mund të japim një sugjerim për gjën më të çmuar që kërkon i madhi Zot dhe për kënaqësinë e madhe që ka ai kur ne kultivojmë veten tonë dhe kur ne bëhemi të tillë. Ai këtë kategori njerëzish që ne do të themi në pak minuta, i don shumë. Biles, po ta shikosh pak më thellë historia njerëzore gjithmonë këtë parime ka pas qartë, megjithëse i pjesë kanë devijuar. Kur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam i erdhi në shpellën Hirat Xhebrail Emini në formën e tij, pastaj që u shfaqi origjinale, profeti u trem për çasti. Ishte natë, ai ishte në meditimet e thella, dhe i vjen Xhebrail Emini dhe i shfaq 5 ajetet e para të Kuranit famlar që në mënyrë të perlë dhe të jashtëzakonshme folja e parë në mënyrën urdhërore erdhi lexo dhe studio. Që këtu duket që është për Zotit, nuk është dogëm beso, po studio lexo që të besosh. Profeti u tremb dhe kur erdhi në shtëpinë e tij, i tha bashortes tij Hatixhes radhiyallahu anha, më mbulo. Kishte dridhje, kishte emocion. Dhe bashortja shumë fisnike e mbulon dhe duron, pa e bezdis që pse si çfarë. E pa që ai ishte i emocionuar dhe mbasi u shqetësoi i tha çfarë ke? Çfarë ndodhi? Dhe ja shpjegoi profeti alayhis salam forma si erdhi Xhebraili, fjalët që i tha, potenca që ja shpalli, kur doli nga shpella formën e madhe që pat Xhebrail Eminit. Dhe në fund fare tha, o bashortja ime, u friksova për veten time, mos po më ndodh gjë e keqe. Hatixha, dhe këtu në nxjerrim mësim që gjithmonë njerëzit e kanë ditë këtë koncept madh. Tha, jo, kella. Jo, Muhammed, mos u frikso. Po me drejt pse mos friksohen? Mos u frikso, se ti je njeriu mirë. I ushqen varfrit. I mban lidhjet farefisnore. E përkëdhel kokën e jetimit. Shkon mirë me njerëzit, je i sjellshëm dhe i moralshëm me to. Një Zoti i madh, ai sa kishin ato konceptin për Zotin. Zoti i madh këtyre njerëzve nuk i bën keq. Ty të begatoft i madh i Zot që je në xhami. Mos e humb kurrë këtë koncept dhe këtë shpresë. Në vendin ton, kjo është e vështirë. Për të bërë i mirë të dalin pengesa. Për të bërë i virtytshëm është e vështirë. Për të bërë me vese është e lehtë. I ke rrugëve. Por problemi nuk është çfarë mendon njerëzit e 2015-s, problemi është mendoni përjetshmi që na krijoi. Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Thot ato të cilët besuan dhe bën, unë do t'ja vetëm 3 ajete se kaq na lejon. Tha ato të cilët kanë, shikoje cilën don krijuesi i madh i gjithësisë. Tha ato të cilët kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira. Jo do t'i japim xhennet, po do t'i japim xhennetin më të lartë, Firdausit, do t'jenë përgjithmonë në të dhe nuk kërkojnë kur të largohen prej tij. Nuk ka gjë.
në këtë dynja që njeriu stabilizohet. Me pas i post nuk të rri shpirti rahat se shef një që ka më shumë se ty të arish. Me pas miliarda hajnë miliarderët thotë unë kam 5 miliard, tjetri ka 15, vazhdon akoma, nuk i rri shpirti rahat. Ka i vend don të lëvizi me i vend tjetër, nuk shqetësohet me i vend derisa të kalojë me i vend tjetër. Për xhenetën përgjithësi dhe Firdausin veçanti kanë thonë kur futen të nuk kërkojnë kurrë më të largohen prej tij, për nga mirësia dhe begatia. Kush e fiton? Nuk e fitojnë zullumqarët. Kush e fiton? Jo të padrejtit. Nuk hyn dot në xhenet ignorantët. Nuk hyn dot në xhenet të këqijt. Ka dhënë kushte, kritere. A don ti hysh në Bashkimin Evropian plotso kriteret? Ti syre në NATO rastisht plotsove kriteret. Ha, që nga çdo gjë me kritere, po është e vërtet. Edhe shoqëria është me kritere, un jam i mirë, ti ke s'bësh dot shoku im. I madhi Zot sundjuesi i madhi botra vendosi kritere. Besimin dhe veprat e mira. Ty është në xhenet një. Ka thonë me i vend tjetër në mënyrë të mrekullueshme Kur'ani famlar, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Tha ato të cilët kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira, ku shkojnë këto? Çfarë gradë marrin këto? Sa të bekuar janë ke i madhi Zot. Ka thonë janë krijesa më e lartë. Prandaj çdo gjë, edhe në këtë botë, çdo gjë që harrin ti mos shiko për shembull kur shkëlqen i futbollist se ti sheh vetëm kur bën golin dhe lëviz bukur në fush. A di sa serviti dhe sa djerës ka derdhur ai për të apo jo? Qofse shef një biznesmen suksesshëm që ka shumë të holla dhe lek, mos kujto se i erdhën nga qielli, ka punuar dhe ka derdhur djerës për t'u bërë i mirë, nuk bësh kur zgjohesh vetëm nga gjumi. Duhet të punosh, do ta kultivosh, të përpiqesh, të bësh ushtrime shpirtërore që kërkohen, ta njohësh Zotin e gjithësisë, ti dish gjëra, të bëhesh i mirë, këtu merr bekimin e të madhit Zot. Ka thonë jo që bekohen, po janë krijesa më e mirë. Sa kanë thonë disa nga ulemat e mëdhtë Islamit dhe komentuesit, ka thonë bëhen më të mirë dhe se engjëjt e qiellit. Pse? Ka mundësi, po, sepse engjëjt e qiellit nuk kanë sprov. Engjëjt e qiellit nuk sprovohen. Për të bërë engjëlli i tokës duhet të sprovohesh me femra. Për të bërë engjëlli i tokës duhet të shmangesh bigjozit. Për të bërë engjëlli i tokës duhet të shmangesh prostitucionit. Për të bërë engjëlli i tokës duhet merresh me drogën. Se ju thash vëllezër motra nderuar, dim të gjithë, unë vetëm e përsëris, vetëm e them. Duhet të kalosh pengesa të mëdha. E patat futbollistin Shkodran quhet ai. Mustafi e quajnë. Shkodran nga Shkodra, Mustafi i zgjedhur, i ka gjithë ai. Mustafa i thon Muhamet Mustafa i zgjedhur, ai ka Mustafa, i ka pas prindër siç duket, kanë ditë me vonë emër e mbiemër. Por dolin në intervistë. Konferencë për shtyp. Dolin me dhon përgjigje për sportin, ja kishim vënë shish në birrës aty. Edhe i tha unë ka marrë me dhon pyetje përgjigje, jo më i bë reklam birrës. Se unë nuk, do më kuptimi, a i se tha, po e them unë për atë, tha kjo birë, merë dhuratën më të madhe të kryusit gjithësisë që jo mendja, si më t'i bojnë reklam, po të ma kishit sjell, te e them unë, inshallah do e thot dikush mbas nesh, po të më kishit sjell këtu një formë mendje, të ma kishit lon këtu mendjen, po të gjithë shifshin mendjen që duhet me e përdor se o dhurat pa lek, këte e kisha pranu, po këtë tjetër që ta heq mendjen, kjo tjetër që kur të heq mendjen rreth bashkëshortit, kur shkon shtëpi, kur të shohin fëmijët është turp, kur ke pirë e alkool, kur rrezohesh rrugëve dhe bezdis tjerët, kur alkooli të merr në qave, bën aksidente dhe sa vdesin botë dhe sa smundje i kam trup, këtë nuk e du këtu. Kjo ishte koncepti, ai nuk i tha këto, po e tha me vepër. E tha me vepër, po kur? Se e thuti po stigjon njëri, e tha kur o bo futbollist i madh. Bo një jet i madh dhe bo vetëm i vepër e merr veç gjithë bota. Po ngele gjithë jetën i vogël, bën si nevrik me alkoolin, nuk dëgjon kush. Ai tha i gjë të madhe, se me alkoolin bën gabime të mëdha. Zoti i rujt musliman dhe muslimanin nga ky ves i madh, por veti ka qyt nëna e gjithë këshillave. I tha atij po shtove dhe i fëmijë, leje tha se atë natë që e shtova isha pishëm se kisha në plan. Çish po njeriu tu shtu fëmijë se so i ndërgjegjshëm kur shkon në familjen e vet. Jo, këtë e shtova tha se isha pishëm, nuk e kisha në plan. Allah. Imagjinoni, këto gjithë janë pengesa. Bota jon, kjo është për ta mbyll. Bota jon, a është ku është? Ku është kështu e ndame me shkollë? 9 vjeçare jemi ne akoma. Gjithë me perëndime me gjithë bota. Ku do marri dritë, ku do marri nur, ku do marri bekim, ku do jetojnë njerëzit si njerëz. Kur korporatat miliardere, të cilët nuk duan t'ja dinë se ti ke në botën e drogës, ai do të fitoj leku. Nuk e heq drogën nga qarkullimi. E ka heq ligjërisht, por nuk e heq me skema mashtruese dhe shejtaneske. 35 milion njerëz vdesin çdo vit nga duhani. Nuk e heq miliarderi, do loboj deri në fund që ti të bish viktime saj dhe të vdesësh me kancer dhe me isër smundjesh në fund. Nuk e heqin. Ç'është prostitucioni? Ka forcë ligji? Ka. Ato fëmijë që i kanë rrit vajza prindrit i shkojnë prostituojnë. Ato vajza
që i rritën, që i pudhën fëmijët që kishin erë trëndafirit kur ishin të vegjël dhe shkojnë prostituojnë, që shkatrohen gjatë gjithë jetës tyre nga ana psikologjike, morale, njerëzore, në çdo aspekt. Çfarë ndodh me ato prostitucionin? Pra sepse janë lakmiqarët e lekut që s'duan t'ia dinë për njeriu. Zoti i gjithësisë thotë leku anash, çdo e keqe anash, çdo gjë në univers anash, njeriu në epiqendër. A di ku do rregullohet që do shkojnë në gjimnaz, pastaj do shkojnë në universitet, pastaj do kalojnë njerëzimin master, pastaj do shkojnë me lejen e Zotit në doktoratur. Po kjo më duket se do vi kur të vi Isa alayhis salam tok, po këto tjera do vinë përpara se të vijë ai. Kur vjen kjo? Kur ne të ndërgjegjësohemi dhe të kultivojmë shpirtin dhe në zemër besimin dhe veprat e mira, dhe thot Muhammed Mustafa alayhis salam për ta mbyll, khairun nas. Tha më i miri njeri që lëviz sipër vajzën e tokës, kush e ka jetën e gjatë dhe e mbush me vepra të mira. O Zot na bon nga këto njerëz, amin ya rabbel alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Elajna ahsan al-kalam wa ablaga an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam. I bëjmë lavdë pafund Zotit ton dashur, i qofshim fal. Asnjë mos dali sot nga xhamia, Zoti na i fal gjitha mëkatet e jetës tonë. O Zot i madh, na fal dhe na mëshiro neve dhe prindërit tanë. I madhi Zot rinë dhe treja tana, fëmijët që po rriten, i madhi Zot bëj dietar dhe hafiz Kuranit famlart. Nderoj të rinjtë dhe treja tona, i madhi Zot. Na bën të vdesim si musliman dhe na bën nga banorët e xhennetit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Zoti ju begatoft me çdo të mirë, amin ya rabbel alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah. Meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt, edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtarit pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thamë i ka dhënë falas.